Jo. Olin, thuaj po. Mendimi që do të kaloj qoftë një sekond pa ty më shton dëshirën që të hell në erë gjithë planetet e universit. Si thua pra? Mos u ndje nën presion. Unë gjithmonë qaj në këtë rast. Është vetëm një darkë, një karnaval dhe një jetë në njerim. Është vetëm një darkë, një karnaval dhe një jetë në njerim. Është vetëm një darkë, një karnaval dhe një jetë në njerim. Është vetëm një darkë, një karnaval dhe një jetë në njerim. Është vetëm një darkë, një karnaval. Të dashur miq, jemi mbledhur sot këtu në martesën e këtij vizioni mahnitës bukurie me këtë vajzë që takoj në restorant. Nëse dikush nuk është dakord për martesën e Lordit Urryes me Linguni von Bredstik, të flas tani ose ndala! Unë nuk jam dakord. Unë deklaroj që jam fansja numër 1 e Lordit Urryes, të kam dashur. Unë të kam adhuruar në distancë për një kohë shumë të gjatë, por kam pasur frikë të t'afrohesha. Por tani që shikoj në krahat e kësaj pele që nuk vlen fare, pa të ofenduar, dua t'i them putallalloqja atij dhe të luaj rolin tim, martohu me mua i bukur. Unë të futa në këtë mesele, unë do të nxjerr jashtë. Që të futesh ti në këtë mesele pastaj? Nuk është një plan perfekt. Është e vështirë kjo. Zonja, nuk keni pse të ziheni për mua. Kur je sundimtari më dinamik në univers, vajzat të bien nën këmbët e tua. Unë jam Lordi Urryes. Pse duhet pranoj një bukuri që vlerësohet me 6 ose 4? Kur ka shumë vajza që vlerësohen me 10, të cilat kërkojnë eksperiencën e Lordit Urryes. Dëgjoni tani, kalova shumë mirë, por unë harrova këtë gjën e vogël, kam diku tjetër. Ju ishit shumë breslënse. Dëgjoj mirë tjetër. Planeti Lamuri ja shpëtoi edhe Urryesi rifitoi vetë besimin. Dhe ne jemi akoma biqar. Të ishte mirë të kisha notën 6, ose do kthejmë atje do e godas me grusht. Njeri i lirë! Peppers, tani drejt vajzave të tjera. Cilin do që t'gjejmë do t'jetë më e mirë se ato të dyja. Do të the Silvia dhe shëtitësi me fustan. Çfarë?